Përshëndetje Ila shef. Jam një banor i qytetit të Krujës, fshati Bërganesh. Duhet të lancoj një rast në fjalë për parcela shashi Kanabis Jativa. Në video shfaqet vet i zoti Meki Arben Doku, që mbrohet nga vllai vet Oliar Arben Doku. Kena bërë denuncime në policinë e shtetit dhe nuk është marrë asnjë lloj mase administrative nga shteti jonë qeverisë. Ne jena të kërcënuar nga dy vet vlezri që nuk na lejojnë as me kullotin e baktive gjatë sezonit të kanabisit edhe gjatë dimrit se i zbulojnë parcelave nuk na lanë që të hyjmë në territorin e kullotës të kullosim drejtorinë. Tonë edhe i pjen nëse ne nuk kullosim drejtorinë politik të fshatit që ne jetojmë me familjen, nuk mund të kemi mundësi të jetojmë në fshat, i bie që ti kemi në fshatit, jetojmë vetëm këta dy korat e fshatit që mirë me pishlike me parcela e shashit kultivojnë bimësh. Në video shfaqet drejt për drejt vet Meki Arben Doku që kujdeset për kanapsin ose ashashin me qartë që e vadite, rrite, është i filmuar në video në çdo rast.